Unë mas pari përshëndes për këtë takim, është një takim simbolik, po kemi pa arsyeshme që klubi letrar ditën e shkrimit Kamenicës për Shorshorën ta festojnë këtë formë. Disa pajet që në të duarën nga komuna ju nuk kanë ardhur për shkak të obligimet e tyre të reta, po ne me gjithë edhe kështu sa jemi pa shënojmë këtë ditë, duke konsideru se 18 qershori është ditë kur komuna e Kamenicës ka caktuar si datë historike vetëm çlirimin e saj nga periudha pas vitit 1999, duke konsideru se kjo ditë e lirisë, qershori i lirisë, ditë që fremon në largimin e forcave serbe nga territori i komunës Kamenicës. Kështu që se shumë qendra të tjera dhe ne si klub letrar po shënojmë këtë ditë me pak fjalë, po më shumë përmes vazhdimisë artistike. Që në fillim parola ta përshëndes profesor Zhumon për zotin të adoni veprimtar shumë i devotshëm i çështjes kombëtare që jeta më mirë i ka kaluar ka shkuar në Koper, por megjithatë në këtë kohë të pensionit të bashkë me ne po takohemi në Kafka dhe dëshirojmë një se ardhi, edhe nëse ke ndonjë shkrim hera dhe tjera, është mirë ta shpalosim se kjo është një rreth i ngushtë i krimeve letrare, ne shpalosni ato që shkruajnë kështu, pastaj mund ta bëjmë ndonjë debat, ndonjë bisedë. Akti letrar është i pa arritshëm. Kur themi i pa arritshëm, e kam qëllimin tëm i pa përkryer, se ne përkryera nuk ekziston këtë botë, ato duhet kërkuar secili në mënyrën e vet. Që ora letrare ka të bëjë kryesisht me poezi, ne lexojmë poezi, shkruajmë poezi për të thënë botën tonë. Bota e artit letrar jeton në shumë forma. Ne edhe pak më herët në bisedë patëm se asnjë që shkruajmë nuk e dimë se cili varg bëhet nxitje për një krijues tjetër. Nuk e dimë askush nuk e dimë, kështu që shkruajmë për të ekzistuar. Shkruajmë që komuna jonë të krijojë traditën e vet siç kanë krijuar të tjera. Andaj kjo orë letrare është në objektiva të fjalës së bukur artistike. Ne do ta lexojmë ka një poezi të gjatë këto që ka jemi për të shënuar edhe një herë po përsëris 18 qershorin ditën e lirisë, ditën e shërimit të Kamenicës në epokën e i shekut. Ju falenderoj, mirë se keni ardhur, na po një pjesa më e madhe, kështu që fillojmë si në ty dhe shkojmë marrë. Sinan Saliku. Dëshmuri, njegullnoj, tëm, pislëk, mreve inflamatore. Myke e frika ka të ndyrë në zemrat tona. Ti erdhe si vetima, hyre në maraton, e shembe kalon në frikës, me qene dyrët e burgut dhe ikën në parës. Mosa Ahmeti dhe mos të angusë që në pas në adhe në Kanate ko me angusë që vlogi tina. Ta tjetë nga prekës në përna. Poezjet një të lotë për 5 minuta. Një ditë po, një ditë jo. Kjo është metoda e re, deputetët të zgjedhur mundohen të bëjnë vetë. Ndoshta këto janë metodat më të reja për 5 minuta kur nuk bëhet veja. Për të mos shkuar bota tona bashkëvoq, për të mos që deputetët të gjithë t'i edhem kloq. E faleminderit. Hajde gjemë të shumë. Gjemë të ditë kasra. Diri e vonë, edhe por serde e larë me gjakë, këm zbafër manëve me thera, esjes në bivojtë në rukëshin pak liris në ardhe të mbyllë e gjera. Sulmuës të esëm, tokën e donim, tokën që Zotin a fali gjatë viteve, thërnim ladë dhe mitën ndërtonim që ne t'i vojmë në katët e miteve. Dhe vojtëm sa gjatë, edhe në rëbri shekove unë bjetuam, pa një bashkim, por edhe duar thatë, shpesh rëvatëshim edhe stituam. Dhimet e heshtra si te kaluam, kishte periuda kur disë burëria,
mbeteshin në rrugë si ndihmuam e trimërit që të soshin në frëngjia. Vrashin dhe mbeteshin në gjend në pasë të ndonjë të ndushlem. Mbetej pas emri sa me u përmend dhe pse ky nuk ishte i vetë qëllim. Dhe nga erdhi, por erdhi shumë vonë, kur mbi kulm shtëpia rriti vetia, e kuptuam se s'bën të jemi të ndarë dhe pa një bashkim si do të liria. Minëverën e kemi antarët të klubit Mësitit, që kemi të rejtë, kemi dhe falenderoj për shpranës. Përshëndetje Liçi, për shkak se notet e qasësime. Pak para se në arë, soni kanë poezi shumë gjatë, kështu që e bona një me 4-5 reshta, tash s'disa minuta. 2-3 minutë për se jam shumë e zanë shpej, kam fëmita të një ka mesa, alla kam. Djeli sot pas ka rezet, tani, liri e vendit tim. Mi u përshtatë, këpores të krave. Djeli sot pas ka rezet kuqe, e nata pahan ishte. Horizonti ka marrë flak, po qërshore i dilis po vjen. Krushq, janë dalë në pashtrik, po presin një nuse me marë. Kërvan kris bash anë banë, e janë nuse ka marrë me të marë. Ti hero shigjet e bugurin, liri e vendit të. Baki Krasnić, hajde bak. Sot që poezia s'do koment, vetëm po jo po kujtoj këtë kam kushtuar 2 burrave të zhdukut të fshatit tim, Petritit, Murtezit e Fadilit, bab e birë, që janë ende në mesin e 1600 të pagjetorëve. Nuk e di ku i kanë barët, ku prehen pashtrëngatës. Bab e djalë kishin shumë ëndra. Pranverën e pritin të dalë si vjet, të marrën nuse me kalit të bardhë. Murtezi e kishte ruajtur pajën, qelima persian e jana shqiptar, të rinj, dziz, palë. Prisë të vijë liria si vjet, të martoj djalin hasret. Fadili kishte veç një dëshirë, me zërën e tij si të bilbilit, të jep i pari si Hariqen, si Dirkur Marathonamaku, të lajmëroj fitorën e dalë nga gjaku. Erdhi lumë me tërbim, njerëz pabes, piroman, me mortje në duar me terën, ja dogjën pajën, ja vran ëmbrat. Nuk kanë përmendore, nuk kanë as barre, të gjallët nuk varrosen tha, e kanë veç legjendën, një emër të veçantë, Kurban. I faleminderit. Hajde Sadiko. Përnder festës qëllimit të Radanës, zero dhe bëja përkëtoj një pozim time që ma herët e patalizu për trimat nga Dardana. Kopërnis o fshat bregor, kelin trima shekullor, kelin trima legendar, Ismailin, Rahimin, Shefik Beqirin, Adjar, Adetar, që nga quka edhe buqala, ndijet krisma edhe fjala. Zako shtrimi bëhet nami, ona vjen komandant të Dardani, që nga jugu në veri, po vjen roki me shokët e ti, vëllëzër, motra, mos kini det, ku të vi unë e boj tërmet. Oj Dardan antike, lumta trima që s'patën frikë për të luftuar, nën Kosovën për të shkeruar. Erë luftë vjen nga Drenica, këtë e pretoj dhe Kopernica, luft pas lufte hapa çdo vend, Dardan kem lind, Dardan kem qenë, Dardan do të vdes. E fiksa herën dhe si të gjusa, ose kemi që kanë të rishtë. Jo, Për të të zero në një pasë që pak më vjekës të pak më shumë, kurat për zjarë. Atë ditë kur e dojën, lullet i varën për talë, se bënd të hapësësie
I gjithë trupi I një njeriu shkëlqy. Pas gjykon nuk dëgjohej fjala ndërgjegje, andej pritej, këndej vritej I larti njeri, pastaj humbi vendi I nëmër në pikat e tronjta që lëshon prosh. Sa shekuj iken e prushi, nuskën hizoj në për bulevardet e botës, I madh ngrihej bronzi në për lakime e shekujve. 8 ditë meditoj jetën dhe vdekjen Giordano Bruno. Në këtë zezo kohë ai vërtetoi optimizmin e mendimit të lirë. Më pas, djegja e trupit të tij fluturoi nëpër qiell për ta poshtuar përjetësi. Udhëtimi I zgjati 408 vjet, deri në tani e 17 shkurtit 2008. Ai, nga kjo kohë I flet Romës me rrotën dhe botën. Kjo letrare, këtë takim, tashu I miqësor, njerëzor, solen, ka dhe një objektiv tjetër. Dalja e numrit 25 të revistës Nositi. Revista Nositi dhe klubi letrar Nositi po funksionon falë 2 sponsorëve që I kemë, por njëri është shumë I rastishëm, sponsorë që ke po bëhet viti 4 në son duket, vëllezër Borovci, kamerë Gustav Borovci, që po na ndihmojnë, mund t'ju them edhe po na ndihmojnë shumë njerëzish. Atë buxhetin që duhet ta marrë me vërtetimin nga Ministria e Kulturës në Prishtinë, ata nuk përzihen këtë punë, do thotë janë punë shumë njerëzore, dhe vetëm lejohet ky sponsorizim për aktivitete kulturore. Para disa viteve na kanë lejuar dhe botimin e librave të revistave. Tash Ministria na ka bllokuar lejohet vetëm për kësa aktivitete, por letrare, promovime të librave kështu, ndërsa për botime na kanë ndaluar, disa na kanë kthy 2 herë 3 edhe vija për Sivje, ju mendu që ta botojnë Nositin në ndonjë libër që deri na ka klubi, por ata po thonë Ministria po jep kështu buxhet, kështu që na kanë ndaluar. Edhe mendime kem nga Drejtoria e Kulturës, që si nga kryetari I komunës, zoti Kadir Ibrahima, që ardhja e tij na kanë ndihmuar edhe me këtë objekt, me këtë lokal që jemi këtu, edhe me 2 sponsorizimet aty në flakën e janarit edhe kërkuqet e përmendit. Mund të thosh simbolik fal edhe një profesor Vladimir Borovci ne po zhvillojmë këtë aktivitet, edhe atëherë kur aktivitetet tona, manifestimet tona kanë shtrirje pak më gjë, ja bëjmë pak më solenisht, sepse duket e thjeshtë unë po t'i ftosh musafir Prishtina andej, dhe do t'herë nga Shqipëria, Maqedonia, dhe mos t'ja shtrosh një drejt, mos t'e pa kontent. Kështu që këtë gajle na kanë jepë vëllezër Borovci, si dhe për aktivitete, konkurse, letrare të tjera. Andaj edhe në emër të tyre, edhe jo që keni ardhur ju falenderoj, përsemërsisht dhe urime edhe një herë 18 qershori dita e shërimit të interesante dhe dash Zoti t'jemi së bashku edhe në aktivitete të tjera. Unë nuk kam çfarë të shtoj pak, më shumë fjalë më shumë, por pas që jemi të lirë të diskutojmë, të trajtojmë në një diskutim, të një bisedë të lirë, aktiviteti tjetër në pret ditët e Margatës që do të bëhet gjatë kohës që kemi në program të klubit letrar Nositi. Atë besoj që do të zgjerë, do të mësojmë musafir më shumë. Një 20 dhe më shumë, do të zgjerë mësë njerëz dhe s'po ka nevojë. Kështu që jeni të lirë për ja.